A ishte The Voice-i, The Voice of Albania, një moment që ti the me muzikën s'dile di fundi. Kështu që po shkoj më mirë tek aktrimi, po provoj talentin tim tjetër. Jo, e di kur ka unë kam pasur një problem shumë të madh me kamerat. I kisha fobi, nëse të tjerët kanë pasur, po e di po tani ja të puth çik. Po jo, po nëse të tjerët i kanë pasur thjesht problem emocione, unë kam pasur fobi. Domethënë mua boll të më nxirë një sy kamere përballë, edhe unë mua më qepej goja, skuqesha, ulja kokën, nuk dia të lidh. Videoja e famshme, I want to order a sandwich, pa dhe pastaj thua më sandwich. Po. Por nuk lidhja dot dy llafe të thjeshta, domethënë dy fjalë nuk i lidhja dot dhe e shifja vetën gjithmonë të isha pjesë e televizionit, por po kisha këtë problem. Dhe si mundet ta eskaloja këtë problem? Unë çfarë bëra, u përpoqja të merrja pjesë në çdo talent show të mundshëm, që të hiqja emocionet e mia. Kishe sfidë me veten këtë gjë. Dhe herën e parë kur isha se unë kam marrë pjesë 2 herë në Voice, herën e parë që isha atje, nuk di t'ua shpjegoj emocionet, ishte hera e parë që dilën sken plas në televizion kombëtar. S'kisha dalë ndonjëherë në televizion. Megjithatë nga çka kam parë unë nuk e ke dhënë veten, paktën. Jo, ishte komplet, domethënë tamam, Bien Salihu më ka dhënë herën e parë, më ka dhënë vërejtjet më të mira. Domethënë unë i dëgjoj sot edhe them vërejtjet më të mira, më të sakta më ka dhënë. Por më tha nuk ki detaj, më tha, dhe kur filluam kosherën pastaj ishim tek ABC-ja në fillim kur kemi nisur, edhe ishte edhe emisioni Suare i Jonida Sheut, që kishte edhe Gen Saliun aty pas 6 vitesh që kishte ndodhur kjo puna e Voice-it, edhe ishin të ftuar gjithë si stafi i kosherës, ishim të ftuar atje. Dhe këndova një parodi unë para Gencit, edhe i thash, po tani më Genc, kam detaj. Jo, e ki detajn plak. E ki sigurisht. Por që ishte e gjitha pjesa e emocionit. Më vonë duke kaluar kohë, duke hequr emocione, duke fituar vetbesimin, duke punuar akoma dhe më fort me detajet që thoshte Genci. Normalisht që arrita të gjeja më të mirën e vetes, ke pjesa e muzikës. Rruga shumë e gjatë, ka akoma për të mësuar, gjithë jeta është mësim. Patjetër. Por që ta kuptoj, tash tek Vis Saliasi si këngëtar, publiku pëlqen këngën vetvete apo të pëlqen ty prej faktit që je edhe aktor? Po them tek ty si këngëtar, më kupton? Ishte çike vështirë ky kalimi, edhe pse unë e kam nisur me muzikën, por askush nuk e dinte, domethënë, sepse gjithë më ka njohur ke pjesa e spektakleve të humorit që kam qenë. Por edhe aty unë kam bërë diçka që i lidh të dyja, dhe muzikën dhe aktrimin, por njerëzit në përgjithësi nga që kishin parë këngë komike, e kisha pak të vështirë të dilja ke këngët serioze, sepse duke parë Visin ata donin patjetër të kishte një batum të qartë, një gjë shumë interesante. Ky kalimi është çik, do të thonë, unë gjithmonë kam zgjedhur rrugën e mesme. Nëse kënga ka qenë serioze, unë kam bërë klipin komik. Domethënë që të jetë diçka që të mos bësh një kapërcim shumë të madh. Mos ta vështirë është të marrin njerëzit seriozisht pasi të kanë parë gjatë gjithë kohës në komedi, në gjëra funny. Unë akoma se kam kaluar atë gjë, domethënë unë vazhdoj të bëj gjëra që të dyja, domethënë që të ketë edhe komedinë, sepse është shumë e vështirë ky kalim. Megjithatë prej faktit që e nisa me muzikën, më besoj që unë të marr shumë seriozisht. Duke qenë se ja marr dhe vet në mënyrë amatore, sigurisht me muzikë, dhe e di se çfarë mundi është të merresh me art.